Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vendosni në gjuhë këto dy përbërës para se të flini gjumë dhe do habiteni me rezultati. Idealisht gjumi natës është tetor, por shumë prej nesh flenë më pak dhe kur zgjohemi jemi të lodhur sikur nuk kemi fjetur fare. Ky nuk është problemi vetëm për njerëzit e moshuar, por shumë të rinj gjithashtu ndjejnë të njëjtin problem. Jetesa e nxituar dhe stresi po shkaktojnë mungesë të gjumit. Ne besojmë se, nëse flem 6 orë ose 7 orë, ndryshimi për 1 orë nuk është problem, por është e kundërta, 1 orë bën një ndryshim të madh dhe ndikon në shëndetin tonë. 8 orë të rekomanduara për gjumin rimbushin energjinë e humbur në trupin tuaj. Energjia që ka humbur gjatë ditës, përpiqemi ta marrim atë me kafeinë, e cila është vetëm e përkohshme. Ndjejmë një nxitje të energjisë për një kohë të shkurtër dhe më pas situata është më e keqe. Për një gjumë më të mirë të natës është shumë e rëndësishme të mos punoni në kompjuter ose të shikoni televizor të paktën 1 orë përpara se të shtriheni. Nëse punoni ose shikoni televizor, atëherë truri juaj është aktiv dhe ka nevojë për kohë për t'u qetësuar, dhe për këtë arsye nuk mund të bjerë në gjumë menjëherë. Në këtë video do ju tregoj një recetë efektive që ju ndihmon në problemet tuaja të gjumit dhe ditën tjetër do të keni energjinë e nevojshme sipas delë saj. Të gjithë përbërësit i keni në shtëpi. Përbërësi i fshehtë në këtë recetë natyrale është kripa roze e Himalajeve. Kjo kripë e mahnitshme rregullon nivelin e melatoninës, e cila është një hormon vendimtar për një gjumë të mirë. Gjithashtu, kripa e Himalajës ndihmon kundër depresionit, sepse ajo ndikon në nivelin e serotoninës. Gjithashtu stimulon funksionet të gjendrave të veshkave për të luftuar sëmundjet, lufton me sukses migrenën dhe jep rezultate fantastike si një eliminator i peshës së tepërt. Kjo është mënyra se si të përgatisni këtë recetë natyrale të gjumit. Përbërësit e nevojshëm janë: 1 lugë gjedhe kripë rozë Himalaje, 5 lugë çaj mjaltë të papërpunuar. Udhëzimet: përzjeni mjaltin me kripën e Himalajës në një kavanoz xhami. Para se të shkoni në shtrat, vendosni 1 lugë çaj të kësaj përzierje në gjuhën tuaj. Me këtë përbërje të bini në gjumë pothuajse menjëherë dhe kur të zgjoheni të nesërmen do të ndjeni të freskët dhe plot me energji. Ky produkt fantastik ju ndihmon të bini në gjumë më shpejt dhe ju zgjon gjithashtu të jeni edhe më të freskët. Të gjithë prej nesh kanë kaluar orë ose ditë të tëra pa gjumë, të shqetësuar për orën që kalon ngadalë, qetësia vrastare dhe mendja bredharake që nuk di të ndalet. Pagjumësia është e keqe dhe ushqehet nga depresioni, stresi dhe ankthi. Sipas ekspertëve të Brightside, pagjumësia mund të shkaktohet edhe nga disa medikamente, sidomos ato kundër dhimbjeve, ilaçet e zemrës dhe tensionit të gjakut. Këto ilaçe nxisin nevojën për të urinuar dhe ankthin. Recetat bimore kundër pagjumësisë janë të shumta, por jo të gjitha funksionojnë. Në këtë video, sipas Brightside, do të njiheni me recetat ideale kundër pagjumësisë dhe do të funksionojnë më mirë në shëndetin tuaj. Çaji i bananes është një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Kjo recetë organike bën mrekullin për gjumin. Bananet, veçanërisht lëkura e saj, është e pasur me kalium dhe magnez. Ky i fundit shmang çrregullimet e gjumit dhe relakson muskujt. Magnezi është një nga mineralet më të mira për qetësimin e mendjes. Çaji përgatitet në vetëm 10 minuta dhe mund të pihet çdo mbrëmje përpara gjumit. Përbërësit e çajit të bananes janë: 1 banane, 1 çajnik, 1 majluge me kanellë. Përgatitja e çajit të bananes bëhet në këtë mënyrë. Prini bishtat dhe majën e bananes. Pjesën e mbetur e vendosni me gjithë lëkurën në ujin e vluar dhe e lini të zjejë për 10 minuta. Përdorni një kulesë dhe hidhni çajin në një filxhan. Nëse dëshironi, mund të shtoni kanellë dhe ta pini 1 orë përpara gjumit. Nëse shqetësoheni për shije, nuk ka arsye sepse ky çaj i ngrohtë është i shijshëm dhe ka efekte qetësuese. Ilaçet e gjumit ofrojnë një ndihmë të shpejtë dhe kanë efekte hipnoze dhe qetësuese. Pavarësisht se me të marrë këtë ilaç gjumi mund të duket i garantuar, duhet të dini se ilaçet shkaktojnë varësi, trullosje dhe dëmtojnë sistemin nervor qendror.
E nëse nuk mjaftojnë këto ilaçet e gjumit shkaktojnë konstipacion, marramendje, vështirësi në përqendrim, probleme me kujtesën, dhimbje stomaku, dobësi. Prandaj duhet të zgjidhni receta sa më natyrale, të cilat do ju ndihmojnë në vazhdimsi edhe për të rritur përmirësimin e cilësisë së gjumit. Ajo që ham, veçanërisht përpara se të flem, mund të ndikojë ndjeshëm në gjumin tonë. Ushqime si mishi, pulës, bananët dhe arrat ndihmojnë në rritjen e prodhimit të serotoninës dhe melatoninës, hormone thelbësore këto për rregullimin e gjumit. Dritrat integrale, të cilat janë të pasur me karbohidrate komplekse, mund të përmirësojnë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit gjatë natës. Përfitimet e disa ushqimeve gjithashtu mund të ndikojnë te cilësia juaj e gjumit. Bananët dhe arrat të pasur me magnez dhe triptofan ndihmojnë në relaksimin e muskujve dhe nxisin prodhimin e melaninës. Pula dhe peshku janë burime të proteinës me pak yndyrë të pasur me triptofan, ideale për të nxitur gjumin pa shkaktuar probleme me tretjen. Për të shmangur problemet e tretjes që mund të ndikojnë te gjumi, nutricionistët këshillojnë të shmangni darkën e bollshme dhe të yndyrshme. Kështu do të keni një gjumë më cilësor dhe pa probleme të llogatjes së tij. Gjatë ditës të gjithë harxhoni shumë energji, kështu që ju duhet një gjumë më i mirë për të ndjerë të freskët. Por shpesh herë keni të vështirë të flini dhe në rastin e të rriturve rekomandohet që të flenë 7 deri në 9 orë gjumë pa ndërprerje në mënyrë që trupi dhe mendja të shërohet. Sidoqoftë nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që për fat të mirë ekzistojnë receta natyrale që mund të përshpejtojnë gjumin tuaj. Sipas Brightside do të rendisim disa prej tyre. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë më të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjën e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë gjumin edhe te ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mentes. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, pra ai mund të prodhojë hormonin melatonin, duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale që janë të aftë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ai do të zvogëlojë presionin e gjakut, entjen në veshka. Falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka një efekt qetësues në funksionet në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të fjetur. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin, duke ju ndihmuar të flini më të qetë gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë më të thellë. Të pasur me magnez, qumshti i tyre ka provuar se është një ndihmës shumë i mirë në relaksimin e trupit tuaj dhe në sjelljen e një gjumi më cilësor. Nëse doni të përmirësoni gjumin, atëherë duhet të bazoni dietën tuaj në produkte sa më natyrale dhe të konsultoheni me mjekun për çdo problem të mundshëm që mund të keni në shëndet. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.